sot do i sjell recetën e qumështorit tradicional si dhe sekretin si ta bëni që të mos lëshoj hir. Gjithashtu nuk do harroj t'ju kujtoj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të shtypni butonin e ziljes dhe të bëni subscribe, kështu sa herë postoj një recetë të re, ju do të merrni një njoftim. Fillojmë shpejt nga puna. Si fillim në një tas të madh, do të shtojmë 2 lugë gjelle të bollshme me miell dhe nëse e ndiqni këtë video deri në fund fare, do ju shfaqen recetat më virale, më të pëlqyera në kanalin tim. Gjithashtu do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle të bollshme me niseshte. Mund ta bëni edhe vetëm me miell, por mua më pëlqen të përziej miellin me niseshten sepse kështu bëhet edhe më i shijshëm. Do të shtojmë një gojë, jo plot, me sheqer, kështu nuk bëhet shumë i ëmbël, përgjithsesi në fund mund ta provoni dhe mund të shtoni akoma edhe pak sheqer. Përziejmë për pak kohë dhe unë në këtë momente më pëlqen shumë që t'ju pyes si e quani ju në krahinat tuaj këtë lloj gatimi dhe nga cili vend i botës, i Shqipërisë apo i trevave shqiptare po e ndiqni këtë video. E tani këtu kam 5 vezë, edhe mirë që vezët jem fshate, por gjithsesi edhe nëse nuk i keni fshate, nuk prish punë. Vazhdojmë të rajmë mirë vezët bashkë me gjithë përbërësit e tjerë derisa do të na krijohet një masë homogjene. Ka shumë rëndësi që kjo pjesë bëhet mirë, pasi kështu veza nuk na tuttohet, nuk na pritet kur të bëjmë qumështore. Mua më pëlqen që të shtoj pak aromë vanilje tradicionale nuk ka, por gjithsesi mund të mos ia shtoni, kjo mbetet në dëshirën tuaj. Do të shtoj 1 litër me qumësh, tu kanë 500, më pak do të shtoj edhe 500 të tjerë dhe do e përzij mirë që na krijohet një masë homogjene. Të sigurt se masa e qumështorit nuk do të formohet si e kofitet, do e kalojmë edhe një herë te kjo sita kështu dhe kalimi do të jetë në tenxhere sepse ky është sekreti që mos të formojë hir, dhe kalojmë pak në zjarr dhe të japim nxehtësi që masa të bëhet homogjene dhe kompakte që para se ta kalojmë në furrë. Ndërkohë do të vendosim furrën të ngrohet në 230 gradë Celsius me ventilim. Nëse e shihni, duket qartë se kemi hequr shumë copsa. Kam ndezur furrën që të ngrohet mirë në 230 gradë Celsius. Ndërkohë, qumështën e kemi vënë në zjarr dhe do presim derisa të fillojë ngrohet, siç e shihni. Po nxjerr avu, do e lë edhe 2-3 minuta dhe nuk do e lëm të krashet, pastaj do e kaloj në tepsitë dhe fusim në furrë, por nuk kemi mbaruar akoma me shtimin e përbërësve. Do të shtojmë edhe 1 ose 2 lugë gjelle të bollshme me ngjall të shtuar. 2 qinësesi pjesa e yndyrës kur piqet qumështore del në sipërfaqe e ne mund ta heqim. Tani do e heqim nga zjarri sepse nuk duam që të na trashet. Gjithsesi duhet ta heqni dorën, duhet ta mbani gjithmonë duke e trazuar sepse i bie niseshtia dhe mielli në fund dhe ne nuk e duam këtë gjë, duam që masa të jetë homogjene. Do të përdorim një tepsi mesatare që ka diametër 36 cm dhe unë po përdor një tepsi nga këto, sepse këto e bëjnë tamam qumështorin. E kalojnë të gjithë qumështin këtu dhe do e fushim në furrë për pirkjes. Në furrë 230 gradë Celsius me ventilim, sa fillon të krijojë kore të kuqe në sipërfaqe, do duhen bastër 20 ose 30 minuta, kjo varion. Dhe ja po kemi gati qumështorin ton të sapo dal nga furra, është momenti që ta provojmë.
Dhe dua t'ju them, nëse e provoni një bëf të mirë dhe ju sugjeroj shumë ta provoni dhe mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re që postohet në kanalin tim. Faleminderit të gjithë atyre që e ndoqën këtë video deri në fund. Ju përshëndes. Që më shtoj është akoma i ngrohtë, por ne nuk do e lëmë pa provuar. Dhe është kaq i shishëm, ju sugjeroj është zakonisht shumë